Punët e tona që i bëjmë nuk duhet me i bo me na e ditë njerëzit. Ato na e dinë, s'na e dinë, pak punë ka jo, pak rëndësi ka jo punë. Pse? Sepse është e dyta, na të gjithë punët e tona një që i bëjmë duhet me i bo me na e ditë kush? Allahu, vetëm ai. Punë e madha na e dinë njerëzit atë. Pse? Se fundit na llogaris kina mu dhon njerëzve. Fundi jonë zvarët pi vlerësimit njerëzve. Na kina me dhon llogari Allahut. Edhe të aj kena me bo llogarinë e fundit, edhe aty nëse na del llogaria mirë, na kena me shpëtu. Ama Zoti mëse boft, këtë dynjaja me të lavdru, e të Allahu mës me pas llogarinë mirë, çfarë do bie ekipi ati lavdit? Sot në botë ka shumë njerëzi që kanë famë të madhe, kanë me miliona ndjekës, të famshëm. Po çfarë do bie i bën ajo famë e madhe që ka ai njeri, kur të Allahu është i parëndësishëm, të Allahu është i panjohshëm. Bota pardje u gëzu me një lajm të mirë. Bota në përgjithësi normalisht musliman veçantë. Çka është ai lajm i mirë? Një këngëtar i njohur në Amerikë që kënon si muzika për të ri, e pranoi Islamin në xhami të madhe të Mbretërit të Fethë në Amerikë. E pranoi Islamin edhe u bë lajm i ditës. Ai njeri nuk e ka pas letë me dalë në xhami para imamit me thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pse? Po sa me miliona edhe miliona ndjekës që kanë dëgjuar me miliarda klikime ka. Edhe këtë atë famë, edhe këtë atë pasuri e ka fituar me çat muzikë që e ka bërë. E me thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe me thonë me ndru këtë atë sistem tjetës. Me shiku ki aja din, as ja din, as i kanë me gjuku njerëzit e kurse në thosë shahadetin. Andaj, na, one si hoqë edhe ti si gjemat, kur një herën në veprimet tona, në fjalët e tona, nuk duhet me qenë peng i vlerësimit të tjerëve që e thejmë për ne. Ne duhet të rregullojmë raportin ton, lidhin me Allahun, e pastaj njerëzit çka të flasin.